Po festojnë lidhen e një ure besimi. Shtëpia e biznesit nuk është më kjo e vogla. Për doganën e re, ai punoi vetë bashkë me shtetin. Shërbimet do të kryen te kjo godi në Vor, e cila kushtoi $25 milion dhe u ndërtua në 4 muaj me mod të vështirë. Kjo është simboli i lirisë së tregut. Në rast se ne i krijojmë sipërmarrjes liri, i krijojmë frymëmarrje, i krijojmë hapësirë që ai të investojë, të hapi vendet e reja pune. Është lufta pa kompromis kundër korrupsionit që ka çuar në rritjen e performancës personelit doganor dhe në rritjen e besueshmërisë së biznesit ndaj qeverisë. Pasi uroi për godinën e re, kryetari i qeverisë nxitoi të përmbushte premtimin që i dha biznesit në Elbasan për respektimin e radhës në kthimin e TVSH-s. Kjo edhe si një tërheqje vëmendjeje për administratën e pranishme. Jo gjithnjë pagesë e TVSH-s mund të jetë imediate, por kërkon radhën, respektimin e radhës. Kërkon që dosjet mos futen në tovalin. Kërkon parazi para ligji. I garantoj ju se ajo do ndodhë. Me fjalë të tjera, përsëriti se mbështetja ndaj iniciativës private nuk do të ketë të sosur. Se nuk ka paket të fundit fiskale për këtë qeveri dhe këtë qeverisje. Jo, ka paket të radhës. Alternativa në opozitës e quajti kaos, sipas tij Rama nuk është i qartë për taksën që do të vendosë. Një ditë thot, do të vetë taksën progresive. Kur i reagojnë, jo, thot, do të vetë taksën progresive vetëm për të ardhurat personale. Po e njëjta gjë është kjo. Taksa progresive është armiqësi ndaj biznesit. As ngushtimi barrës së tatim paguesve nuk është zgjidhje, tha kryetari i mazhorancës.